Mos u tut, fantazma që po shëtit në për Prishtinë është inteligjencë artificiale. Reagimi në rrjetet sociale i njerëzve ka qenë i madh për një person i cili i veshur me rroba të çuditshme shihej në orët e vona të mesnatës duke u shëtitur në për rrugët e kryeqytetit, madje thuhej se edhe i ngacmonte kalimtarët e rastit. Për njeriu fantazm mendohej se është një prank, ose si njihet kamerën msheft, ose pas kësaj qëndronte ndonjë kampanjë e marketingut përmes së cilës do të promovohej ndonjë produkt ose shërbim gjatë ditëve të ardhshme. Por e vërteta qëndron krejt ndryshe, sepse personazhi i ri që u bë top temë diskutimit gjatë vikendit të dytë të janarit të këtij viti është i krijuar nga inteligjenca artificiale. Madje kjo u kthye në diçka serioze që shtyri edhe Këshillin e Mediave të Shkruara të Kosovës të reagonte, duke sqaruar se kjo përmbajtje është gjeneruar nga inteligjenca artificiale, duke u bërë thirrje njëherët mediave që të kenë kujdes me verifikimin e lajmeve, sidomos nëse ato shkaktojnë panik ose dezinformim në mesin e popullatës.